si vot, pa grup kriminal mrapa, I kam thonë Spakut ma vendos telefonin përgjim, kam qenë kandidatun, I kam thonë Spakut. Më vendos mu në përgjim, vullnetarisht, jam paraqit aty. Po sinqerisht, por t'i thonë dhe kandidatëve tjerë. Ti ke thënë Spakut? Po tjetër, e ke me video, po deshe ta qoj. I kam thonë më vend përgjim. Unë nuk kam dalë në pazar me ble kastraveca domate, me ble vota, nuk blej unë vota. Në mos u bëv shakur deputet një vendim. Edhe ke marrë gjithë ato vota. Por absolutisht, prandaj bëra thirrje, pra vendosi kandidatët e tjerë në përgjim. E di që duhet urdhër gjykate, po shumë e thjeshtë më Orland. Ata vinë si peshku në grep. Janë njerëz cilët janë koka turku dhe mbesoni, po ta them nga kjo studio, në parlamentin e ri nuk do jenë deputet disa prej tyre. Cilët? Nuk do jenë, edhe në qark durrësi do kesh njerëz që s'do jenë. Jo, ne i thumë emra. Po jo, pra do dalin emrat. Mirë, kam i pyetje të drejtë për drejtë. Ti si dashnori ligjeve dhe rregullave juridik. Në statutin e Partisë Demokratike shkruhet: kryetari që humbet zgjedhjet largohet dhe nuk kandidon. Zoti Berisha thotë unë jam misionar. Tani Zoti Berisha nuk njeh zgjedhjet, është shumë e thjeshtë. Po tani nuk njeh zgjedhjet. Ne nuk kemi certifikim zgjedhjesh. Një sekond, lutem tani. Tani Berisha nuk njoh as gjykata, po gjykata pastaj për atë shkak e izoloi në shtëpi. Po nuk i njoh gjykata. Gjithsesi. Nuk i njoh. Se vendosi dhe standard. Mirë, është tjetër gjë, vendosi dhe standard. Ti thërret gjykata, shkon gjykati? Shiko, duhej le, unë kam shku në Spak, kam dërgu, unë kam dërgu në Spak. Qose të thërret gjykata, a shkon ti? Falë pra, Qose ti nuk shkon, pasaj? Roland, duhet kemi parasysh dhe procedurën që unë do ishte rasti Zotit Berisha. Po pa diskutim që ishe e gabuar. Po pikërisht pra, po kjo është shumë e rëndësishme. Kjo nuk do të thotë që Berisha të shpërfil gjykatën. Po jo, kjo nuk do të thotë që Berisha t'i pudh dorën dikujt që ka shkel ligjin këtë rast, sepse duhet ishte procedurë parlamentare. Jo, nuk të zgënjej. Po mbaj parimin pra. Sepse ti je parimor. Po pikërisht parimin, po s'po mlet ta mbaroj. Kur të thërret gjykata shko. Po më fal pra dhe herë, gjykata, ai ishte deputet I Kuventit të Shqipërisë. Do duhej procedurë. Por ishte gabim gjykata, po kur thret gjykata shko. Po si është gabim gjykata? Çfarë do të them kur është gabim kur gjykata thot vrit veten, të vras veten unë? Jo, gjykata nuk thot. Po nuk thot se thot ti. Jo, gjykata thot. Gjykata që shkel ligjin ka sens? Gjykata thot hajde këtu. Po pra, po ka sens gjykata që shkel ligjin pa procedurë parlamentare? Ora, vendimi I gjykatës është I gjykatës. Ne mund mos ta pëlqej, jo mund, po as mua nuk më pëlqen. Po Berisha gaboi që nuk vajti. Kjo është e diskutueshme, ta them me sinqeritet. Ta them me sinqeritet, prandaj po të them që nëse ata do kishin zbatuar procedurën parlamentare, është shumë e thjeshtë më burr. Numrat I kishin. Pse nuk e bën këtë gjë? Ky është argumenti juridik I saktë. Po ky është argumenti. Por Berisha duhet të shkonte. Ky është argumenti. Tani për sa I përket. Dhe në statutin e PD-s ti thua nuk njeh zgjedhjet. Nuk njeh zgjedhjet pra. Po kjo është për qesh. Po jo pra nuk njeh zgjedhjet, përderisa nuk njeh zgjedhjet, do ta çoj farsën, domethënë deri në atë pikë që do shkoj, do merren ato vendime që do merren, sigurisht që do ketë reflektim. Unë gjykoj që po. Nga kush? Nga të gjithë. Nga unë I pari. Unë po reflektoj tani. Ti ke përgjegjësi për humbin e PD-s. Ti ke marrë 8 pjesa vota më. Jo, ne parë ne fitojmë bashkë. Po pra, po që këtu do filloj analiza. Pra, po ç'analizë, po ç'përgjegjësi ke ti? Unë mendoj një gjë Roland. Çdo njeri duhet fillojë nga kutia vet. Si ka dalë te kutia vet? Te kutia ku ka. Mirë, po të bëjmë pyetje të drejtë për drejtë. Okej, zoti Berisha. Po zoti Bardhi që është numri 2 I PD-s, edhe është edhe kryetari I grupit parlamentar. Gjithë kanë përgjegjësi për zgjedhjet për mendimin tim. Gjithë këtu futi kryesin, drejtuesi? Gjithë. Nga Berisha? Po të gjithë. Nga Bardhi? Po të gjithë më burr kanë përgjegjësi. Po na thon sa emra tani mos. Po çe emrat janë të qartë më burr, drejtuesit e qarqeve. Ti mbledh të gjithë që mos. 12 drejtuesi të qartë. Po patjetër, po është e vërtetë ajo. Unë mendoj që duhet nis analiza tek kutia, te lagja jote. Si ke dalë te kutia jote? Në rast se ti nuk fiton kutin tate, unë jam dakord me shprehjen që asnjë profet nuk pranohet në vendin e vet. Po kjo është për Jezu Krishtin, nuk është për ne. Ne jemi në politikë. Asnjë profet nuk pranohet në fshatin e vet. Po pra, në fshatin e vet. Kjo është për Jezu Krishtin, ta thash. Ne në politikë matemi nga kutia jonë. Unë te kutia jonë. Po ata drejtuesi qarqeve ishin listë mbyllur, ata ishin në rregull. Po mirë pra, po duhet me pas raport me kutin tate. Si ke dalë te kutia, pastaj te grup seksioni, pastaj në qytet, në fshat ku ke kandidu. Tani unë po të them, te kutia ime Roland që t'japi shifër, unë personalisht ka marrë 199 vota personale si Aulon Kalaja. Partia Socialiste ka marrë 185 vota. Pra jo si PD.
Si PD kemi marrë më shumë. Unë po them si Aulon Kalaja, pra ka mund Partinë Socialiste. Unë mendoj që këtu duhet bë analiza. Në rast se ty nuk do lagja, nuk do qyteti jot, po ikë burr çaj i bën qaf politikës. Thuaj emra Aulon. Çiban nuk mund të jesh. Po jo përse do dalë analiza burr. Ti ke sot kryetar, deputet që nuk kanë fituar kutinë dhe nuk u bën analizë. Jo, m'fal. Unë do jemi parë që do ta kërkoj. Ti je i bind për këtë gjë. Në rast se nuk bëhet analiza në parti, do të vi ta bëjmë këtu. Po e vije bëjnë studio, unë ati nxorra votat në studio. Ore analizat ti BD. Ore zotëri, jam kërkove votat. Ati solla votat në studio. Ti e bën. Je gazetari i parë që ka nxjerr votat në studio. Absolutisht ti e bën analizën në çdo studio. Po pra. Dhe për këtë meriton lavdërime. Po problemi është që duhet bërë atje apo? Atje do bëhet. Në rast se nuk do bëhet, do vinë në studio dhe ta bëjmë analizën këtu. Këtë po ti ke interes për këtë punë. Kam një pyetje Aulon. Një deklaratë e avokatit zot Berisha Genz Gjokutaj. Po. Në fakt ishte një shumë e fortë, një prononcim shumë i fortë i tij, me pak a shumë me këto fjalë. Ata që bëjnë përpjekje për të larguar Berishën, do t'i përgjigjeshin deri fizikisht dhe kjo ka marrë një vëmendje të jashtëzakonshme. Si komentove ti këtë? Me thonë vërtetë nuk e kam lexuar si status, e kam dëgjuar që është komentuar nëpër studio televizive shumë. Ani mos rri vetëm atje në fushkruaj. Po jo mos po rrim fushkruajën, po unë jam duke bë betejë më burr, ju se kuptoni betejën. Jo, betejën KQZ, betejën kas. Ora unë prandaj kam thirrur. Ora unë shoh gjithë natën video, të votave. Sepse janë 493 kuti. Nuk kam unë kohë me i ndjek të gjitha, po unë për respekt pyetjes patjetër, unë nuk i bishnoj pyetjeve. Nuk jam nga isoj njeriu. Tani, unë mendoj që është gjuhë shumë e ashpër që ka përdor Gjokutaj. Nuk e dia e ka me persona konkret. Se në fund thot ata gay thot edhe lesbikët që duan të bëjnë këtë. Tani këtu më ke prekte fusha ime se unë jam pro familjes, unë ta kam thonë dhe herë tjetër. Po pra, ai e ka shkruar brenda PD-s. Unë jam pro familjes. Ka një grup në PD thot që duan të bëjnë këtë gjë. Jam kundër atyne që i thon babës prindi 1 dhe nonës prindi 2, unë personalisht. Nëse ka grup dhe ke merit për këtë dhe bravo të qoftë. Faleminderit. Dhe me këtë rast më fal. Tani do të uroj kështu publikisht, je bër baba, shumë urime, të troj vajza. Falenderoj shumë. Dhe jam gëzuar shumë për këtë lumturi dhe moment shumë të rëndësishëm ty personal dhe familjes tënde. Si quhet vajza, si vure emrin? Quhet Danja. Pse Danja? Ka një kuptim në Kalaja Danjës. Kalaja Danjës, a? Edhe ajo është Danja Kalaja. Edhe kur bësh baba, bën dokumentar. Faleminderit lan për edhe për urimin. Danja u bë më shumë se një shekull. Faleminderit. Shëndet dhe jetë të ketë dhe t'i ngjaj babait dhe të ecë në rrugën tënde. Por koçidoj Danja lindi kur ti po merreshe me numrimin. Po, këtë ditë ka një javë është vajza. Një javë. Sot biles bëm konsultën e parë edhe. Jam shumë i kënaqur. Jo, konsultën e parë, po, edhe vendimi kasës. Po, patjetër. Që nga një ogur i mirë, më mirë fare do ishte të merrje mandatin e deputetit. Po s'është, po mandati aty është Orland, se shiko, unë i kam thonë atyre njerëzve si me mandat si pa mandat mu do më keni aty. Ndonjëherë politika nuk bëhet vetëm parlament. Politik po bëjmë ne tani kemi orë këtu me njëri tjetrin edhe po bëjmë më shumë se çfarë thonë ata në parlament. Po ta them me sinqeritet të gjë. Pra, ajo sigurisht që t'jep atë madhështinë e sallës etj, po aty kanë hyrë dhe analfabet funksional o burr. Njerëz renegat që ti ke shkrujt, domethënë për këto, ke shkrujt se çfarë parlamentesh kemi pas neve, Ndre Mjeda, Gjergj Fishta, Fanoli, njerëz që i kanë dhënë tonin. Edhe Faik Konica madje, se parosi se nuk e ushtroi, po edhe ai u zgjodh Faik Bej Konica, apo jo? Aulon Bej Kalaja, aty do ta mbash Bej Kalaja. Patjetër që po. Se do ta mbash aty në parlament? Patjetër, pse çfarë problemi? Jo, sepse Ali Gëlsyra, deputeti që ishte Ali Bej Gëlsyra, është i pari që unë tha, heq dorë, tha nga ti këtu bejtha në parlament. Dhe ajo që dorë. Tani, mbas 100 vjetësh kthehet Aulon Bej Kalaja. Në se do jem parlament, po. Në se do jem, pa tjetër. Qofse ti do jesh në parlament, do ta kesh, do vendosë titullin Bej? Po qa është Bej? Zotnia është, si që është lort në Angli, është i titull që e ka majtë Faik Bej Konica, që është baba i gazetarisë shqiptare. Edhe unë absolutisht do isha shumë i kënaqur nëse do më lejonin që ta bëj. Gjithsesi unë e kam fituar me parashkrim edhe do e maj domethënë. E ke të regjistruar? Në Facebook po. Në Facebook e unë thash në gjëra civile. Dhe i pyete kështu personale. Ore, mirë vet baba, po prindrit se babi yt një muzikant i njohur dhe unë e kam shumë për zëmër. Edhe mamaja, se ajo soprano unë të kam treguar edhe se çfarë këngë ka kënduar. Është e vërtetë, edhe ajo të përshëndet se të ka ndjek herën e kaluar. E bëre gjysht të lumtur. Ai bëhet
Për 2 gjysh. Po, për herë dytë, patjetër. Për herë tretë, në fakt, se 2 fëmijë ka vllai, ka 2. Po. Por është emocion tjetër nga djali i vogël këtë rast, unë jam i vogël, kështu që djali, domethënë pleqërisë. Po, kështu i bie. Gjithmonë kam qenë, po janë shumë të kënaqur normalisht, si çdo prind, si çdo gjysh shqiptar, besoj unë. Edhe unë besoj që familja shqiptare duhet konsolidohet. Jam pro familjeve të mëdha, ta them me sinqeritet. Sigurisht është gjë normale ti je pro familjes më orlon, çfarë thua? Po. Jo, familjet e mëdha kanë bërë Shqipërinë. Ti e marr me dokumenta, shikojmë tekstet, domethënë edhe deklaratën e pavarësisë. Po ti je pasardhës si cilës familje Kalaja? Shiko, origjina ime është nga Preza, ne kemi qenë familje Bejlerësh, domethënë Prez, kemi qenë zotrus të asaj zone, njerëz që kemi pas shumë afër arsimin, kemi njerëz që kanë mbaruar pothuajse të gjithë shkollën e lartë. Familja ime domethënë ka qenë shumë e lidhur me oborrin mbretëror. Fillimisht, gjyshi im ka qenë sekretari i Qazimulletit. Si quaj gjyshi? Halim Kalaja. Halim Kalaja. Po, ka marrë Harry Fulcin. Shkollë teknike amerikane? Po, pastaj edhe ka taku Harry Fulcin, domethënë se i ru kujtimet e veta aty. Kanë bëjë herë një grevë aty për tek ushqimi etj, na kanë treguar historira. Është një familje e tillë pra, domethënë gjysha ime ka mbaruar gjimnazin femëror Donika Kastrioti, janë dashuruar me njëri tjetrin e pastaj kanë lind breza të tjera. Donika Kastrioti ku? Në Shkodër, gjimnazin femëror. Që kanë marruar shumë. Po nga linja femërore, ç'a mbi emri? Gjyshe? Gjysha ime është nga Tropoja. Është nga Tropoja? Është tropojane, po. Andaj e 190. Andaj e 190, tani kuptova, po. Edhe kjo është historia. Ti ke lidhje me Kalajt e Tiranës? Ne duhet jemi kushërimi i pjesë të Kalajt. Tani Ardiana Kalan çeke? Jo, nuk e kam gjë. Nuk e ke gjë? Jo. Po një trung do të keni kam përshtypje. Trungu nuk e di valla se nuk i kam hyrë pemës gjenealogjike. Kë tjetër ke Kalaja ti të njohur, figurë tjetër të njohur? Po nuk e di se çfarë figurash janë, domethënë, po që besoj që domethënë fisi im përgjithsisht është nga Preza që kanë zbrit pastaj. Jo, pse ka vajtur familja jote në Fushkëri? Ne jemi internuar në Fushkëri në 44. Ai jemi internuar? Po, ndërkohë është familja ime u përndoq po në 44-ën sepse u quajtëm kolaboracionist, domethënë njerëz kishin edhe me Qazimulletin. Gjyshi im ka qenë dhe kryetar komunën Kona Metzogut, sepse atëherë komunat nuk zgjidheshin, komandoheshin si kryetar, emroheshin në Goranzi Gjirokastrës dhe në Suarek Prizrenit, sepse ka qenë një periudhë që Kosova dhe Shqipëria kanë qenë bashkë. Domethënë, po gjatë luftës. Gjatë luftës dhe ndërkohë me që gjyshi im mbante domethënë këto qëndrime kundër pushtetit, nuk mund të them që ka qenë ai disident shumë i madh, por ka pas përplasje me pushtetin. Shku në Fushkëri pastaj dhe kanë punu punë zakonshme. Do të gjithë jeta ishte aty. Diku në Grumullim, domethënë duke mbajt fas gjyshja ime, edhe gjyshi im aty domethënë nga figura që kishte një farë potence në Tiranë, u çun atje dhe pjesën tjetër të jetës aty e kanë zhvilluar. Aulon, cila është e ardhmja e Partisë Demokratike sepse 4 mandate në opozitë është shumë e rëndë. Shiko, Partia Demokratike duhet bëjë gjithçka që t'i shkurtoj ditët e Edi Ramës. Unë nuk mendoj që Edi Rama mund të bëjë një mandat plot. Mendimi im, si e shikojmë politikën. E ardhmja Partisë Demokratike do të jetë mirë, Lam, për venimin tim. Kur më? Kur të fitoj edhe të 5-in? Jo, të 5-in nuk ka shans për ta fituar. Po kështu tha edhe për të 4-in. Shiko, unë mendoj që Partia Demokratike do të ketë një të ardhmë të mirë sepse do fillojë një proces analize dhe unë gjykoj që ajo do ditë çohet, do të reagoj. Analiza nuk ka nevojë për leadership. Analiza do jetë horizontale për mendimin tim. Dhe në rast se ne bëjmë një analizë sinqert, ja problemi është duhet vertikale horizontale. Analiza duhet të jetë gjithëpërfshirëse, pra jo, horizontale nuk e përfshin fare atë kupolën atij që duhet mbaj përgjegjësi. Ata do mbajnë përgjegjësi nga i pari deri fundit, për mendimin tim. Pra ne duhet kemi raport me të vërtetën mbi të gjitha, përpara se të futemi në politikë. Se në rast se politika nuk ka moral, duhet ketë lloj serioziteti për mendimin tim. Dhe të paktën ne duhet jemi serioz për këta njerëz që na kanë votuar tani. Shiko, opozita i ka 500 e ca mijë vota apo jo. Ti jemi realist. Janë njerëz ata janë shqiptar, cilët nuk e duan qeverinë. A ka mundësi? Janë pamjaftueshme. Janë pamjaftueshme, patjetër që janë pamjaftueshme dhe do duhej që të kompozohen më mirë edhe lista me aleatët, për mendimin tim. Aleatët kanë marrë shumë nga Partia Demokratike. Unë kam qenë skeptik dhe e kam thënë para se lista të bëhej. Po, pse e bët më? Po pra. Të pyeti njëri ty? Jo, mu nuk më pyeti. Dhe unë prandaj po e them. Me që s'm ka pyet njëri dhe e thash atëherë, po e them edhe tani. Unë jam njëri i lirë dhe them menimet e mia. Unë mendoj që raporti i PD-s me aleatët duhet të rishikohet sa më parë të jetë mundur. Janë marrë deputet Partisë Demokratike,
nga njerëz që nuk kanë pas vota. Po ti nxjerrësh në listë hapur, nuk e fitojnë lagjen e vet. Pra, kthejmë dhe herë te kutia lagjes, se aty nis gjithçka. Në politik matesh se sa vota ke apo jo. Unë kisha bëj betim Erland me veten time. Në rast se unë nuk do fitosha fushkruaj, nuk do shkoja më në fushkruaj. Për me bë politik. Nuk do shkoj më? Jo. Po unë dita lexoj votën, po ç'është kjo histori? Shkoj në fushkruaj kurtum. Dhe tani i kam dhënë fjalën atyre njerëzve do jetoj atje dhe do zhvendosem atje. Se do i kishin atje? Po patjetër. Do shkosh do jetosh patjetër. Ç'do bësh aty? Po do rri atje. Por më ç'do jetosh? Respektu njerëzit. Unë do vim, do punoj, do bëj vajtë ardhi, nuk ka asnjë lloj problemi për mua. Fushkruja 18 kilometra larg është nga Tirana. Më respektu njerëzit, patjetër, ja kam detyrim atyre njerëzve. Tani nuk edhe do merrem me kauzat e qytetit. Nuk të pash të kjo ndeshja Shqipëri-Serbi, se ti ke ato kauzat e tua, edhe ato patriotike. Unë nuk jam patriot stadiumi, më burr, a kupton? Unë kam kundërshtu Unë kam kundërshtu mini Schengenin ballkanik, që kam qenë kundër mini Schengenit për Jugosllavinë e re sipas meje. Unë nuk kam kundërshtu ardhen e Vučićit në Tiranë. Jo, siç bëri vetë vendosja. Rrim te kjo. Jo, po kjo është shumë e vërtetë. Me 21 dhjetor 2019, në Shqipëri, në Tiranë erdhi Vučići. Disa kundërshtuan ardhen e Vučićit në Shqipëri. Jo, unë nuk bëra protestë për ato, unë bëna protestë për mini Schengenin ballkanik. Rrim të ndeshja, kalojmë të ndeshja. Ndeshjen e pashëm fushkruajnë me qytetarët e mi. 200.000 lekë bileta. Ku ti marrën 200.000 lekë me shkum stadium? Për 90 minuta me harxhu 200.000 lekë, është çmendurim apo? Më erdhën 2 bileta, ta them me sinqeritet, nga një injorim. Po. Edhe më thanë, kushton 200.000 lekë. Për 20 vjet nuk shkojnë në stadium me 200.000 lekë. Ç'është kjo histori më burr? Shumë shtrenjtë për mua. Nuk e di se si janë çmimet e tjera. Unë kam qenë në Gjermani, kam parë neshje. I lexove 20-30 euro kam ble biletën. I lexove komentet e medias serbe? Po i kam pa pak a shumë komentet. Përsa i përket ndeshjes, po thua? Pritjes të tifozëve që quhen terrorist. Ato kanë probleme me veten Erland për herë. Domethënë, nëse ka i kom me veti vetë shkatruese është Serbia për mendimin tim. Ta them me sinqeritet. As jam folklorist, as unë kam studiuar pak a shumë, ata kanë probleme me shqiponjën tonë. Ktu mbaroi gjithçka për mendimin tim. Pra kur shikojnë shqiponjën, ata e kanë kështu si e bezja e kuqe demave. Është problem ajo. Domethënë ke probleme me veten për mendimin tim. Nuk mund të shiko, u morën me ideal të vogël që ngriti durët aty të ç'është kjo? Shqiponja është krenari, është i përket ne quhemi toka shqipeve apo jo. Shqipja është një nga shpendët që fluturojë lirë, apo jo. Dhe ka shumë karakteristika. Ata e kanë frikë shqiponjën. Ata janë me tribujnicën akoma. Okej, Aulon, kemi ardhur në fund të kësaj bisede. E këndshme si gjithmonë, po ti ke një bravo të madhe që arritet të bësh që një institucion si KAS të rinumëroj votat në qarkun e Durrësit. Se kemi dhe qarkun e Tiranës dhe të Fierit. Patjetër. Unë s'të pyeta për ato dyja se ti je në Durrës. I përshëndes dhe ato të dyja që po hap. Po pra, se është ngjarje jashtëzakonshme. Absolutisht. Kjo për mua nuk i përket dhe nuk i duhet vetëm PD-s, po jo, po edhe Partisë Socialiste. Bravo. Se kjo shumë e rëndësishme. Se aty sikur të jetësuar vota edhe një vot jetë jetësuar, ajo i takon X personit. S'ka pse ta ketë tjetër. Përveç kësajt, dhe i koment fundit, unë mendoj që ne do kemi zgjedhje më të mira herën tjetër, sepse këtu do dalin të palarat e rinumërimit. Pra, çdo kush që do jetë në numërim zgjedhje të tjera, do ketë mend në kokë. Kaq, për këtë po e bëjmë gjithë historinë. Okej, ky ishte dekalogu për sot nga Ura Lançafoku. Mirupafshim.